shumë dhem shumë shtaja për kanë ka punu, se për çka ka punu. Mirë, a je ofru me bashkëpunu, apo ka pas rezistencë nga ata dhe pastaj u rrit edhe rezistenca jote? Asnjëherë unë jam shku në Arkivë të Kosovës, jam taku me drejtura, me njerëz. Po të paktën s'm kam në afru bashkëpunim ose mund të thonë Beri Dorzoja se diçka din. Po nuk i besoj, në Arkivës nuk i besoj. Po kthehemi edhe një herë te grumbullimi. Pastaj ke dëgju që ka dikush material dhe ke shku ja u ke kërku bashkëpunim, apo si ke hecë? Ka një strategji si ke hecë mas këtyre materialeve? Tash, me rastin tem, një regjisor mund mi bo për shembull të paktën 10 filma, dhe që shkum punu në teren. Më kanë rrah shumë njerëz për shembull, kem shku me kërku incizimin, kush je ti je shumë i ri, edhe unë kam prit mënyra më të këqija, po nëse kum hek dorë asnjëherë, dhe një kum bo borë atina dhe ka pas raste që i kum flet një jetë në bërë, dhe 24 orë si kum dalë pja burrit. Sepse ka hinë gjake, po nuk kum hek dorë asnjëherë. Nuk je largu dhe ç'a të thoshin? Ata nuk kishin besim se ishe shumë i ri, apo po me punën time deri sot kum arrit me bind ata, kam kontakte të mira me ta, rri me ata njerëz që më kanë rre, rri me ata njerëz që më kanë fy, që më kanë thonë që apo të vyjnë të inqizime, apo do më shit, apo do më dha. Po puna eme e sinqertë dhe i ka bind ata njerëz. Ata kanë pas të drejtë në dilemat e tyre. Po dhe se. Ç'a keni bo? A ke shumë fishu në herë? A ke bërë një kopje për ata, një kopje për vete, apo të gjitha e veç i ke Po, çdo herë kam marrë një kopje. Shumicës që kam marrë inqizimit e kam bërë një kopje me që ta ketë në vazhdimsi, ta ketë me ndihmën e disa mërgjimtarëve që më kanë ndihmu me bon digitalizimin, si që është Belol Gashi i Gjakove, se cilë më kanë ndihmu shumë, e shumë mërgjimtarë tjera dhe që më kanë ndihmu të paktën një 5% me bon digitalizimin, se është një numër shumë i madhë, edhe dhe një kështot madhe për me bon digitalizimin e tyre. Fiks. Po prandaj të pyesja për punën e arkivit, sepse u kriju instituti për grumbullimin edhe identifikimin e krimeve serbën në Kosovë, dhe a institut me sa di nuk funksionon më, por a institut, çfarë detyra ka kryu? Ka kryu ndonjë detyrë? Ka grumbullu diçka? Bi fjala, a ke shku të ofrohesh atje? Po me vetë faktin se ata s'm kanë po mu kontakt kur asnjëherë, ai s'ka mujt me qenë edhe funksional. Sepse i kam pas njerëz për shembull që duhet me shku edhe me cako derën, me thonë, na dim se kiti inqizime dhe me na dorëzon neve si institut. Po për fat mirë tash apet u themelua instituti i krimeve të luftës. Edhe a ke filluar me bashkëpunu me ta? Unë kanë afru bashkëpunim, edhe besoj që tash do të realizohet ajo. Sepse edhe veç punë individuale është e vështirë për të realizuar saktë. Po marrim që mu më shumë që më ka vrarë, më ka prek më shumë ti mu, sepse unë në gjeket për shembull njerëz që kanë pështu masakra dëshmitarët, po marra unë është që 80% dëshmitarëve kanë ndru jetë, s'u marra si dëshmi për tyne as në intervistë, ata janë shku me marak dëshysh me një pikë në zemër, një pikë soj dynjaja, edhe marrën sishme është dëshmitore për shembull që ti interviston se vetë inqizim i asaj masakrës. Po ka bon gabime shumë shteti, ka bon shumë gabime politika, edhe në besoj ata që janë hog nuk i kanë qu krimet që kanë bon Kosovë, se ata krimet s'kanë bon, na kanë bojt vanin tonë, po ata në hog i ka qu dhe më thonë mos puna atyne që se kanë bon dhe i sëd për krimet serbe që e bon Kosovë, ata çdo herë kanë dhënë mundësinë shtetit serb me bon filma edhe dokumentar për krimet ata që kanë bon, që na me fajtuar edhe ata me qenë viktima. Me që vetë mësullë e përmene Hagën, kur jemi të Haga, a kem rrit ti personalisht me dorëzu diçka? Të ka pyet dikush nga këta hetuesit e Hagës, apo ndonjë herë ka marrën pyetje për punë çështjen e materialeve, apo a ke gjetë një model vullnetarisht me i dërgu materialet në Hagë, sepse ata që janë atje që po mahen, janë luftëtarë të lirisë, që thjesht nuk kanë bë krime, dhe duhet me trillu krime për me akuzu ata. A na i kemi dëshmit, argumentet, faktet e krimeve serbe, për shembull siç ke ti as shumë. A i ke dërgu? Për fat mirë vitin e kalun, komplet masakra që në Kosovë, dhe më hojë kum përmes avokatit Thaqit jenë shku në Hagë. Përmes avokatit Thaqit, a? Po, avokatit kryesor jashtë Thaqit, jam taku disa herë me ta më përkthyes, edhe ja kam dorëzu
komplet arkiven e masakrave që kanë ndodhur në Kosovë, domethënë normal kopjen në hard disk e qitë. Edhe shpresojmë që aty masakra më shfaq në gjykatë Hagës, edhe gjykata Hagës të paktën mi liru ata njerëz që janë të pafajshëm në Hagë, edhe mi kërku falje atyre, edhe popullit Kosovës. Në vend tyre mu dënu edhe mu akuzu paramilitarët serb, cilët kanë bërë masakra në Kosovë prej vitit 1944-1999. Sepse na nuk kena pas të bajmë me shtetë poshtusin serb veç 99-ën. 380.000 e kem të ekzekutun. Me amna me mbjam në shumica janë. Kur thoni na i kemi të... Unë gjithmonë kam dëshirë me ty me pa një ekip që punoni. Na, po flet për veten edhe në sret planën, apo ka dhe të tjerë? Po unë edhe në streti jem, për momentin. Që edhe ato është bashkim vullnetar, bashkëpunim vullnetar, nuk është... Po dhe po, dëmona këna pënu dëmos dhe herë vullnetaresht. Këna bo dokumentar, shumë filma dokumentar, shumë emisione këna bo, kom pënu nërë të kë papages, kom pënu në Kanal 10, 2 vite, pas 1 cent, dhe i pra 2 jave. Dhe më hajam shku i këmor dëshmitarët e masakra në meje, në Reçak, me Kertemin, i kom qunë televizion, kom morë pjesë në montaj, i kom dërzotu në qizime që i kanë taku asaj masakrës, u krye emisioni televiziv, i kom morë prapat e dëshmitarë, i kom këthuj prap në shtëpia tyre dhe kom vazhdo jetën time prap në shpitem. Dhe më mënyrën vullnetare, papagesë. Vesh me baza vullnetare në realitet. Po kini gjiran? A gjiran vetë? Ja me gjiru nuk gjiraj. Montan? Po montajë nuk jam i keq në montajë. A sa mire tha, nuk jam i keq, nuk thaj që jam shumë i mirë, po tha nuk jam i keq, Po kem obligim me punu për kalunin, sepse ata njerëz e kanë dhënë jetën. Ne dim që kanë dhënë jetën, por nuk e dim që kanë dhënë jetën. Që kanë dhënë jetën? Sepse kam inqizime janë shumë trishuese, djemve më të ri, nonave më të reja, kam inqizime nonave tona në masakrat të Koliqit, në afër Prishtinës, ja masakrës së Pramenkur. Unë çdo herë kam përmend, është një nonat me disa fëmijë ka kokën e hjekne, fëmijën e ka të masakruar, njëun ka 4 vjet, njëun 11 vjet. Unë shtaja barë është komplet është me gjak, cilën e kam edhe një qizim. E ka në qizimet ndryshme, për shembull masakra e Zbicës, 166 personas janë të ekzekutuar në ditën e Bajramit me mjetet ftafta, sepse shtetet serb i kanë dhimbë të plumat për neve. Por masakra Sirez dhe Koshan, unë e këshyri për shembull një masakra kam këshyri 500 herë, po tash herën e fundit kur kam këshyri më ka duk që se kam pat masakër kur, se çdo herë kam dhënë diçka më shumë në atë masakër. Masakra e Govës të Hosit, masakra Mejes, masakra në Tenan që më bon në Vrbës janë për 1400. Po janë për 1300 masakra, po pak janë të argumentuar në për televizionet tona. Sepse televizionet tona pas prodhimit të luftës tonë dinë se me çka janë marrë, dhe shumica. Më thua, the që ke punu në RTK-s, sa kohë ke punu në RTK? Kom punu 1 vit. 1 vit? Edhe the papagesë? Papagesë. A ke tentu me i përshkru, me i lënë edhe të shkruara afer, masi ti veç jetu i stivu, tu i pregadit këtu, ke provu në njerë me i shkru, me i përshkru, qa po sheh, ku po ndodh? Po e dijen e ku ka ndodh për shkak të masakra, po s'muj me shkru dikun, s'muj se më puna nervozë, nuk më shkru. Do më thanë, i mbetet kohës më pas, që ta shkruen, sepse dokumentimi do t'jeti sakt, kjo ngjarje po ndodh. Po dhe po më kalo trune mu të këshirë të nqizime, këtë videj do ditë. A ke gjirime e sa të ditëve të epopes? Betejës Adem Jasharit, Hamzës, Shabanit, ke arrit të sigurosh? Ka gjirime para luftës. Ato para luftës? Ka nqizime dorshma, ku kanë morë pjesë ata. Ke diçka që s'është pa deri më sot? Ka. Në përgjithësi. Ka janë për janë dhëmshme në këshyrit ashtë atë, janë të dorshma, fëmijë atyne qysh
si fëmijë na përdorsma, tash pak e rëndë mi po, Po, se e dhimbshme, e vështirë, sigurisht, po dokumentuese duhet jetë, është shumë mirë. Tash çfarë po bën? tash I pa punë? ja kom nis në televizion në Arbëria, A ke punu ndonjëherë në Republikën e Kosovës me rrogë? s'kan dashtas, duhen më afro më punë. A ke punu, as ke Po punu, se bia ka dashtas, ka dashtas. qëllimi jam është me konë në arkivë të Kosovës, për shembull, me punu sepse e njeh këtë arkivin e Kosovës. A ke dëshira? Me arkiva e Kosovës më në posa ekipin e vet në punu në terren, për shembull. Unë jam njëri i terrenit, Që që do më të luajnë familjarët, kum punu domo shumë sinqert, edhe jam i kënaqur që çdo emision, çdo televizion që shkon në familje dëshmorëve, familje të martërëve, çdo herë përmend emrin jam, edhe nuk janë kthy mbrapa as gazetarët as televizionit, sepse shumica janë shkuar në mentam atë, sepse bashkëpunoj për fat mirë me gjitha televizionet e Kosovës, pa kufran interesi, edhe çdo herë i këshilloj edhe ju gjojnë njerëz tamam që i gjen pistat rrugën venin ku kanë me shku, kanë me mujt me... kanë me mujt me intervistu tamam një njëri, jo me intervistu një njëri për shembull që s'din asgjë për luftën, s'ka qenë luftë kurrë, dhe me deviju historinë. Tregon Esat, përveç dëshmive që i ke marrë prej shqiptarëve, familjeve shqiptare, a ke arrit grumbullosh materiale tjera, për shembull që kanë mujt me umet serbëve gjatë ikjes, gjatë... Po për fat mirë, kem qindra mia materiale shumë interesante të arkive serbe në atë kohë që kanë ndodhur gjatë luftës, jo pas përfundimit të luftës. Fushbetejat që kanë humbë forcat serbe, ushtria serbe në Kosovë, janë arrit në morë materiale të ndryshme. Çka, foto, video apo shkrime? Kena mbi 1 milion fotografi, kem fizike të paramilitarëve serbë, ku shumë interesant, për shembull kem fotografi paramilitarëve serbë në uniformë të SHK-s duke bërë krime në emën të SHK-s, janë fotografi ata që kanë bërë jo na. Edhe këto fotografi kanë domethënie shumë. Qa, kanë veshjen po, kanë të SHK-s, janë kamuflu, edhe kanë bërë krime? Kanë tamam në uniformën e SHK-s, dvesh, me uniformë, me emblem të SHK-s, edhe bojnë duke në konformat që kanë ekzekutu, bajke që ata kanë menu që në tarmen aty foto muqujt, foto të ushtarëve të SHK-s që kanë bon, ja, ata krime, jo forca serbe. Sepse ata dina dhe kanë pas shkollë, kanë pas provoj, kena horta të ndryshme, horta shumë të mëdha, ku u bën për shembull plani i tyre, u komandon të zanës, komandon të ushtarët, për shembull që u bë plani masakrës të Krushës, masakrës të Mejës, të Korishës, këti kina planët që shenë bon, ata vetë që kanë bon. Që kanë shkur vetë ata, i kanë bë televizjet, para përgatitjet. Emnat e hortave në atë ku gjuhën serbë. Ata i kanë bë të planët për shkak që ata mos e pos humbje dhe me kanë shumë sakt me shku dite rrethimi masakrës të Krushës. Po, se di bre, tash, kur t'i këshyren për shembull, që ata njerëz që kanë bë masakra në luftën i kanë për shembull memën me mbjemën. Tash nënën tjetër për shembull, kur ti merresh me shiku kush i mbrëm ta kriminal, o shumë e dhëmshme. Sepse më 90% të kriminalëve që kanë bërë krime në Kosovë mbrohen prej avokatave shqiptar, që sot i kemi për televizionin çdo ditë, i shoh për shembull çdo ditë. Faleminderit shumë që na erdhe sot dhe që na tha gjëra të bukura. Jemi në ditët e epopes, edhe të festës, edhe të lavdis. Edhe në këtë periudhë kanë ndodhur masakrat më të mëdha. Në këto ditë e bukur është që na megjithatë të jemi të sigurt dhe me atë që megjithatë kemi dëshmi, sepse mos harro, edhe historia jonë është goxha e turbullt për shkak të mos evidentimit të saktë të asaj që ka ndodhur nga Pellazgia, Iliria e deri më sot. Se si duket s'kemi shkruar mjaft, si duket s'kemi xhiruar mjaft, s'kemi fotografuar mjaft, edhe nuk... Tash janë gjitha. Me shkru, tash janë të gjitha, kuptoj. Tash veç do të punë edhe vullnet. Faleminderit e të uroj nga zemra e shpirtit që të punësosh një herë, se akoma i pa punë 24 vjetë, goxha shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që të isha mysafir. Megjithatë prap, urime ditët e epopes, nuk jemi zhgënjur çaq shumë sa më mërzitë dhe me vajtu. Është e bukura që një ditë ke ik malit,
që të shpëtosh shpirtin. Sot jetojmë të lirë, ti ku që zi, në tërë këtë glamur, në Kosovën e lirë, edhe s'ka me në ndalu. A s'kosh në rrugën tonë, s'ka me arrit me ndalu. S'ka këtë më rafa, falenderit shumë, ha? Urinë edhe njerë, ishte knaqësi.